Në mungesë të mbikëqyrjes së duhur prindërore dhe me përfshirje të kufizuar institucionale, 13 vjeçarja nga Istogu është përballur me kushte të rënda jetese, përfshirë qëndrimin në rrugë dhe kërkimin e lëmoshës për mbijetesë. Në këtë gjendje të cënueshme sociale, ajo është të bërë edhe viktimë e një rasti të dhunës seksuale në fund të janarit të këtij viti. Për rastin është ngritur akt akuzë ndaj të dyshuarit së fundi dhe procedura gjyqësore janë duke vazhduar në organet e drejtësisë. Por ky rast ngresh shqetësime serioze lidhur me mbrojtjen institucionale të fëmijëve në situata të rrezikut social dhe nevojën për ndërhyrje më efektive dhe të koordinuar ndërmjet institucioneve përgjegjëse. Të cila vijë? Në që të një farë rutetje është në faqë. Po ati i banarët ja kam shejtë të delë. S'me milion, atë në njërë, s'me milion, atë në që të fajtura, o që është të një? Po, adin që s'bën, ta mështë të jenë shumë e vogël. Është ndalume me pas marrëdhënie seksuale një fëmijë në 18 vjetë. Për pare këtë është më shkujtë? Sa ti ka punë, sa pare? Për 15 euro ti ka thonë që ti java? Nëse shkon me to. A i ke marrë të ne të pare? Çka të ka thonë kur e taku me to para se më shkon në hotel? Ka thonë ato vjenë në të gjithë ati e për 5 Edhe te ke pranu? Po. Ti ke pas me shku veç për pare me to? I akuzuari, TP, 55 vjeç, sipas deklarimeve dhe të dhënave të përfshira në rast, ka qenë person i njohur për 13 vjeçaren dhe familjen e saj. Më kanë thënë se nuk kanë një të qështë, se babi jam pra unë për kapinë në familje ti. A unë ka njohë babi dhe ato? Po, ma e të. Edhe ti e ke njohë? Po. Që shkër ka një babi jam në që e një familje. A e ka shok a qka? Po, shok, ka përdu të hajë. Ka përdu një kjellë të qështë. Ka përdu majtë. Në majtë e drogë ka përdu qështë. Prindërit e vajzës janë njoftuar për rastin nga organet e rendit. Për rastin e qikës, a ju ka ngallëzu policia që ka ndohë? Po, ne ka ngallëzuar se jam qërën, nuk jam asë pari ati mrami. A e keni njoftë ju? Po, përpara kom qenë, unë e përpara kom punu taj. Çka ke punu ta? Në të gjabë që kom punu në drume. A s'ka pagu? Po, normal që më ka pagu. A e përtorin që kërkur me pagu. Me policia keni ndonë deklarat? Jo, besho që edhe loja. Nëna, në kohën kur u vizitua nga ekipi i emisionit MAT, ndodhej në ditët e fundit të muajit të 9 të shtatëzënisë, duke pritur lindjen e fëmijës së 8. Ajo nuk pranoi të fliste për rastin, madje thotë se nuk ishte fare në dieni që vajza dilte të kërkonte lëmosh. Edhe jam pak shtatëzan, edhe jam shumë pak. Për këtë rast mos pason vetë për qatë. A ke shku ti me marrë policisë shikën, apo? Po, i më shkuar për marrë, ma se ka donë që i ka dhe kreatë, më s'kom ditë se, të i më shkuar për marrë. A i ke ditë që dalë që i ka me lypë ma ere? Ha, pa i anë që për e kanë, qëto, s'kom ditë që o dalë me lypë kjo.